Ky lajm pra i ka trondit të gjithë pasi që Gjermania ka mbyll kufit, pra dhe ka shtu rreth 11.000 polic shtesë rreth e rreth pra që mos të futen njerëz pra të hyjnë në Gjermani. Por çka është e vërteta dhe kush nuk ka drejt vllazën e motra? Një di më thonë, jo të cilët jeni nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Preshev, Medvegjë, e Bujanovac, e kështu me radhë, për juve nuk jenë mbyll. Kushdo që keni pra një pasaport valide dhe nuk keni nevojë për vizë siç nuk ka Kosovë, Shqipëri, Maqedonia, kështu me radhë, pra jeni në rregull, mund të vini sa herë të doni, pra as mos e prishni disponimin, se këtu janë më shumë lajme veç të mëdha pro tronditse që mju dhon panik, se realisht i ka mbyll vetëm për ata njerëz që nuk kanë pra një vizë apo një dokument që ja lejon të hyjnë në Gjermani në mënyrë legale. Pra bëhet fjalë më shumë për njerëz azil që tentojnë të vinë apo që janë pra pa dokumenta thujase krejtësisht dhe dëshirojnë pra të vinë dhe të shkruhen azil me një fjalë. Por për juve të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë nuk janë mbyll kufit. Është e vërtetë që i ka shtrengu, por nuk ka të bëj pra me ne. Ka të bëj me një kategori të veçantë të njerëzve pra që vinë për azil. Unë ju përshëndes të gjithë dhe ju dëshiroj edhe një diele sa më të mirë e shihemi kismet nga nesër ditë e hënë. Ju përshëndes me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.